E gjitha koha kushtetuese është në ditën e sotme, sipas interpretimit dhe gjykimit tim, nëse hymë në një fazë tjetër që nuk ka interpretim shtesë të vendimit kushtetues ose nuk ka dhe sankcion që besa, është sankcionet, ju dini që nuk ka ndonjë sankcion për momentin për shkeljen e vendimit të gjykatës kushtetuese, vetëm vendimet që janë morale dhe gjithmonë kanë qenë të zbatueshme. Shpresoj dhe besoj që brenda ditës së sotme mund të ketë ndonjë lëvizje pozitive, por mbetet të shohim çka është ajo, ka ose nuk ka. Po votat për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit mendoj që i takojnë gjithmonë shumicës parlamentare dhe si pozicion politik. Jo, ne nuk kemi qenë as të njoftuar, nuk kemi qenë as të informuar, krejt çka ka rrjedhë e patë edhe vetë nga seanca kuvendore, ku ishte e pritshme vetëm deklarimi i emrit, sepse nuk ka dhe debat në seancën konstitutive, po ky është Albin Kurti, ai din edhe të debatoj edhe të hapë fushat elektorale, edhe të kërkoj shtesë, duke menduar që është një edhe i vetmi mbi kushtetutën edhe mbi vullnetin politik të dalë nga zgjedhjet e fundit.